Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Partneri më la se vija erë të keqe. Unë quhem Kela dhe për herë të parë po e them me zë të lartë diçka që për muaj të tërë më ka ngrënë nga brenda. Nuk ishte tradhti, nuk ishte mungesë dashurie nga ana ime, nuk ishte asnjë gabim i madh që bëra me qëllim. Partneri më la thjesht sepse sipas tij unë vija erë të keqe. Fillimisht nuk e kuptova. Më largonte ngadalë, nuk më përqafonte më si më parë, nuk më prekte pa arsye. Gjithmonë gjente justifikime për të mos fjetur pranë meje. Mendova se ishte lodhje, stres pune, mbase ndonjë problem i tij. Fillova të fajsoja veten për gjëra që nuk i dija as vetë se çfarë ishin. Gjithçka filloi pa zhurmë. Edi nisi të ftohej. Nuk më përqafonte si më parë, më shmangte çdo afërsi, gjente justifikime dhe nuk qëndronte fare me mua. Fillimisht mendova se ishte, siç thash, lodhje dhe stres. Por një mbrëmje pas një heshtje të gjatë që po më mbyste shpirtin, e pyeta drejt për drejt çfarë po ndodhte. Nuk e harroj mënyrën se si ai uli syt. Nuk ishte nervoz, nuk ishte i inatosur, ishte thjesht i neveritur. Dhe ma tha troç, pa shumë fjalë, pa mëshirë, si të ishte diçka që e kishte menduar prej kohësh. Më tha që nuk ndihej rehat afër meje dhe diçka tek unë e largonte. Kishte pasur raste kur i dukej sikur trupi im nuk kishte aromë të mirë. Nuk donte ta thoshte më herët sepse i vinte zor, por tani nuk duronte dot më. Unë ndiva sikur toka më hapi një grop nën këmbë. Gjithçka që më kishte bërë të ndihesha grua, e dashur, e dëshiruar, u shëm me një fjali. Nuk ishte vetëm turp, ishte poshtërim, ishte një ndjesi faji që nuk e dija pse po e mbaja mbi supe. Pas asaj bisede, Edi u largua përfundimisht. Pa shumë dram, mori rrobat dhe iku. Mbeta vetëm me mendimet e mia duke analizuar çdo gjë. Trupin tim, shëndetin, çdo moment kur ai ishte i tërhequr dhe unë e kisha kuptuar pse. Fillova të dyshoja te vetja për gjëra që më parë as nuk i mendoja. Shkova në mjek, bëra kontrolle, ndryshova rutinën time. Jo sepse dikush ma kërkoi, por sepse ndihesha e thyer. Jo nga fjalët e tij, por nga fakti që ma kishte thënë tepër vonë kur tashmë kishte vendosur të largohej. Më shumë se gjithçka më dhëmbi mënyra. Jo shqetësimi për shëndetin, por dëshira për ta zgjidhur bashk. Vetëm largim, vetëm refuzim, vetëm turp i mbështjell si justifikim. Sot kur mendoj faktikisht për atë marrëdhënie, kuptoj se nuk më ka lënë nga që unë vija erë të keqe. Më ka lënë sepse pati guximin të përballej me vështirësitë, nuk pati guximin që të rezistonte vështirësive dhe ishte më e lehtë të bënte që unë të ndihesha gabim. Më shumë se sa të pranonte që dashuria e tij kishte mbaruar. Ende më dhëm, por nuk më turpëron më, sepse ka dallim të madh mes të qenit njerëzor dhe të qenit i pavlerë. Dhe unë nuk kisha asnjëra nga këto të dyja.